Mjeku çudit botën, ja çfarë ndodh me trupin tuaj nëse hani 2 vezë në ditë për një javë. Vezët janë shumë të pasura me lëndë ushqyese dhe shumë të dobishme për shëndetin tonë, të gjithë përdorshme dhe të shijshme. Vezët janë gjërësisht pjesë e regjimeve tona ushqimore. Por nëse nuk i keni mësuar më parë, në këtë video do të rendisim arsyet se pse duhet të hani të paktën 1 deri në 2 vezë çdo ditë. Vezët bartin në vlerat e tyre të larta ushqyese. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Vezët janë veçanërisht të pasura gjithashtu edhe me lëndë ushqyese të rëndësishme. Ato janë një nga burimet kryesore edhe të lëndëve të tilla siç janë për shembull vitaminat, vitamina A, vitamina B2, vitamina B12, gjithashtu vitamina B5 dhe vitamina E, por edhe fosfori dhe seleni, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve. Seleni, vitamina A dhe vitamina B12 janë lëndët ushqyese thelbësore për të forcuar kështu sistemin tuaj imunitar. Disa studime kanë treguar një zëri se personat që konsumojnë 5 deri në 6 kokra vezë të zira në javë kanë më pak gjasa të preken nga problemet e gjirit në të ardhmen. Shtimi i vezëve në vaktet tuaja ditore do të jetë një mbrojtje shumë e mirë për imunitetin. Vezët janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin e syve. Luteina dhe zeakanthina që gjenden tek vezët janë shumë të rëndësishme, thelbësore për parandalimin e degenerimit makular dhe kataraktit. Vezët janë veçanërisht të pasura me këto të dy lëndët ushqyese dhe të cilat mund të ndikojnë në aspektet tuaja të shëndetit, duke lehtësuar kështu edhe komplikacionet e organizmit. Vezët përmbajnë një paketë yndyrore dhe kolesterol, por gjithashtu kanë në përmbajtje të tyre dhe kolinë e cila ndihmon në përpunimin e homocistinës, një aminoacid ky shumë i rëndësishëm për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve. Megjithse vezët përmbajnë gjithashtu dhe kolesterol, ato tentojnë të rrisin kolesterolin e mirë, të cilët janë thelbësor për parandalimin dhe grumbullimin e kolesterolit të keq në vena dhe arterje. Vezët janë një burim i shkëlqyer i proteinave të cilat janë të nevojshme për ndërtimin e muskujve dhe riparimin e indeve të dëmtuara. Kështu, shtimi i vezëve në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre komplikacioneve. Vezët mbartin vlera të jashtëzakonshme ushqyese për shëndetin e njerëzit. Sipas Healthline, ato bëjnë pjesë në listën e 10 superushqimeve më të rëndësishme për organizmin. Një vezë përmban 9 aminoacide thelbësore që mbështetin shtyllën kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi. Vezët përmbajnë 6 gram protein dhe gjysma e saj gjendet te bardha e vezës. Vezët janë të pasura me ushqyes. Një vezë vetëm ofron proteinë cilësore, por edhe vitamina dhe minerale të dobishme. Këtu përfshihet seleniumi, fosfori, vitamina B12 dhe antioksidantët, të cilët i mbajnë qelizat e shëndetshme. Vezët ulin trigliceridet. Niveli i triglicerideve duhet të jetë i ulët për një shëndet akoma dhe më të mirë. Vezët janë veçanërisht të pasura me yndyrë në acide yndyrore siç janë omega-3, duke qenë se kanë aftësinë të ulin gjithashtu edhe nivelin e triglicerideve dhe të përmirësojnë ndjeshëm organizmin tuaj. Vezët ulin gjasat e shfaqjes së ishemisë. Studimet sugjerojnë se një vezë në ditë mund të ulë riskun e ishemisë. Sipas studimeve të cilave u referohemi, njerëzit që hanë vezë në ditë janë 30% më pak të riskuar të humbasin jetën në mënyrë të parakohshme si pasojë e ishemisë. Vezët janë të mira për zemrën. Njerëzit që hanë vezë rregullisht janë më pak të riskuar nga sëmundjet e zemrës. Ata që vuajnë nga diabeti tipi 2, të konsumojnë 2 vezë në ditë për një regjim të kujdesshëm ushqimor, do të marrin përfitime të rëndësishme në mbrojtje të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët shtojnë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet të ketë pjesë të pandërprerë të dietave të tij.
duke ditur kështu rëndësinë e madhe të tyre ushqyese. Vezët e zjera janë një nga përzgjedhjet më të mira në dobi të vlerave të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Shtimi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore është një mundësi e çmuar e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj mos nguroni që t'i keni pjesë të dietave tuaja. Vezët përmbajnë vitaminën D, e cila mbron shëndetin e trurit dhe komunikimin mes qelizave. Për më tepër, vezët përmbajnë kolin, një vitaminë të veçantë për shëndetin e trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga këtë lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës do të çojë gjithashtu edhe në probleme të tjera të organizmit. Nëse doni të merrni të mirat e vezës në shëndetin tuaj, sigurohuni t'i konsumoni në formën e tyre natyrale të papërpunuar për të nxitur gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit kur ajo konsumohet në këtë formë? Njihuni në këtë video me përfitime shëndetësore të vezëve të zjera dhe ndikimin e tyre në organizëm. Veza përmban 210 mg kolesterol. Zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrnat që përdorin në skuqje rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Ngrënia e vezëve në mëngjes si pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore ju ndihmon gjithashtu edhe në humbjen e peshës. Vezët nxisin krijimin e yndyrnave të mira. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin riskun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyrna të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e niveleve të insulinës në gjak e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët e zjera do të nxisin krijimin e yndyrnave të shëndetshme, por edhe ofrojnë nivele të larta të proteinës. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinave. Organizmi ka nevojë për proteinë për forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmon organet e trupit të mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Shëndeti juaj i syve është i pari që do të përfitojë nga konsumi i vezëve të zjera. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ul riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose verbëria. Nëse doni të keni kocka më të forta, vezët e zjera janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese. Vezët e zjera janë të pasura me vitaminën D. Vitamina D është shumë e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë gjithashtu edhe më i fortë. Vendosni vezët e zjera në kombinim me sallatën, spinaqin, patatet, pulën ose peshkun si një element i domosdoshëm i një ushqyerje të shëndetshme, dhe përfitimet e mira ushqyese që do të merrni në fund do të jenë vërtet të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore. Shëndeti juaj i trurit do të përfitojë me konsumin e vezëve të zjera. Vezët do të sigurojnë kolin, një lëndë ushqyese thelbësore me element që ndikon tek kujtesa. Gjatë shtatzanisë, marrja e kolinës është kritike për zhvillimin e trurit të fetusit dhe mund të ndihmojë në parandalimin e defekteve të lindjes. 2 vezë të zjera në ditë përmbajnë 50% të kolinës së rekomanduar për gra shtatzana. Vezët do të ndihmojnë të menaxhoni më mirë peshën tuaj trupore. Studimet tregojnë se ushqimet me nivele të larta të proteinave ju mbajnë të ngopur për një kohë më të gjatë. Përveç kësaj, proteinat e vezëve janë më të pakta në kalori se sa mishi. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.